Vëlla, kjo darkë na kujton bekimet e përjetshme. Po, dhe na forcon për udhëtimin, sepse momentet kalojnë, por shpirti mbetet. Ku ne jemi përpara Perëndis dhe Perëndia na ka dhënë edhe privilegjin e madh të jemi trashëgimtar të mbretërisë së Tij. Edhe kjo është ajo ku desha edhe unë të fokusohemi edhe ne sot. Siç e dim dhe historinë që ndodh, Esau ishte një gjuetar dhe urriti tillë. Edhe ndërsa Jakobi merres me gjërat e shtëpisë. Ajo çfarë vlen për të parë edhe që neve e lexuam së bashku është parabirnia e tij ose i paralindur ose i madhi, siç e themin edhe në shqip. I madhi sipas rregullave të ose ligjeve ose traditave të judenjve në atë kohë kishte disa privilegje. Dhe një nga privilegjet e mëdha ishte që ai do të merrte 2 fishin e trashëgimisë. Për shembull, nëse do ndahesh në dysh pasuria, ai do të merrte edhe një pjesë tjetër. Ose për shembull në rastin tonë siç e bëjmë neve që ndahet janë 2 fëmijë, do ndahet në kaç pasuria. 2 nga një fëmijë, nga një baba, një nana. Edhe pastaj ai do të merrte edhe pjesën e prindërve, le të themi. Kështu ndodh edhe këtu sot tek ne ndodh ai që mban prindrit merrte pjesën e prindërve. Diçka tjetër që ose një nga përgjegjësitë që Esau kishte ishte që ai do të ishte edhe përgjegjës ose i binte përgjegjësia e tij nëse babai i tij do të vdiste dhe ai do të ishte, le të themi, burri i shtëpisë ose drejtuesi i shtëpisë. Pra kishte këto privilegje, por në atë kohë kur ai kur e këmbeu parabirninë e tij, trashëgiminë e tij ose të ardhmen e tij, vetëm pikërisht me një tas tjerë. Siç duket aq shumë keq e pas sa marr uria sa ai mendonte që po mos hante do të vdiste. Sa i po thotë ja unë do të vdes, çfarë vlere ka trashëgimia ime ose parabirnia ime. Paralinduri dhe ka atë të drejtën për të marrë këtë. Dhe çfarë ndodhi? Edhe në momentin që ai e këmbeu këtë, i e hoqi privilegje, të lloj privilegji. Edhe hebrejt më vonë të kapitulli 12 e quajnë atë si një profan, një mashtrues, një që gënjehet lehtë. Po çfarë mësimi marrim ne nga kjo? Çfarë është një besoj që edhe të gjithë bjen dakord te kjo pjesë që historitë në Bibël janë shkruar për ne sot që të marrim një mësim nga kjo. Dhe se si ne të mësojmë nga këto gjë. Dhe një nga këto është që ne e dim apo nuk e dim, ne në momentin që lindim në Krishtin, ne jemi në sytë e Zotit ne jemi të paralindur. Dhe çfarë do të thotë kjo për ne? Do të thotë që ne jemi trashëgimtar që të hulemi në tavolinën e Perëndis. Çfarë do të thotë kjo për ne? Që çdo gjë tjetër rreth nesh është kalimtar. Të jepesh në kënaqësinë e momentit do të thotë që ti asnjëherë nuk do të plotësohesh. Nuk do të jetë kënaqësi e plot. Ja mendoni këtë, imagjinoni siç ne çdo ditë e përjetojmë urin, kur na ka marrë uria keq. Edhe shkojmë në shtëpi, shpesh herë neve nuk presim që të gatuajmë, që të hulemi në tavolinë, edhe po lëviz mohosa uri ka merr edhe shtrëngohesh edhe ha çfarë të gjesh aty. Edhe pastaj aq ishte. Ai kënaqësia e momentit të ngranit mbaroi. Edhe ti pastaj do të rrish, do të qetësohesh dhe do mendosh,
çfarë do gatuaj për vaktin tjetër, çfarë do ha për vaktin tjetër. Pra është diçka kalimtare. Kjo është dhe kënaqësia e momentit kur neve e shpesh herë bjem pre dhe e këmbejmë trashëgimin ton me që na Perëndia na ka dhënë. Pra duhet kuptojmë këtë gjë. Edhe ndërsa ne e marrim parasysh këtë, apo e shesim ne parabirnin ton. Parabirnia jonë si të krishter. Zoti na thot dhe na këshillon, le të themi, që t'jemi të kujdesshëm se si ne sillemi në jetë, se si çfarë zgjedhjesh bëjmë në jetë. Shpesh herë neve shikojmë çfarë kanë të tjerët, edhe kjo si thuash, na mashtron ose na bën që të mendojmë, çfarë po i gjen ata, si gjë të keqe s'koj. Ai po e shijon jetën. Unë torturoj veten time në këtë lloj formë. Të jemi të sigurt që në momentin që ne do të ndahemi nga kjo, do të largohemi nga kjo, do të vdesim, ne nuk do të marrim asnjë gjë tjetër përveç se çfarë neve kemi në zemër. Pra nëse neve kemi Krishtin në zemër, neve atë do të kemi. Asnjë gjë tjetër. Nëse kemi jetën e botës, atë do të kemi. Asnjë gjë tjetër. Nuk do të kemi as arritjet tona, nuk do të kemi as vlerësimet tona, nuk do të kemi as duart rokitjet që na kanë dhënë neve, nuk do të kemi as sa të fortë jemi treguar ne, nuk do të kemi asnjë lloj gjëje nga këto. Nuk do të kemi as telefonin më të fundit. Asnjë lloj gjëje nga këto, veç se çfarë neve kemi në zemrën tonë. Edhe kjo duhet na ndihmojë ne të kuptojmë se sa e rëndësishme është të jesh me Perëndin. Ne pra jemi bërë trashëgimtar të premtimit të Abrahamit. Ju kujtohet se ne pak më përpara, dy mësimet e para, neve mësuam ose u ndalëm në jetën e Abrahamit dhe Perëndia i bëri atij, i premtoi shumë gjëra të mëdha. Imagjinoni Abrahami për shkak të moshës që ai kishte me Lotin, ai kishte privilegjin që do të mund të zgjidhte tokën më të mirë. Por i tha Lotit zgjidh. Edhe Zoti i tha, unë do të bekoj dhe ti do të jesh trashëgimtar i gjithë shkajut. Edhe Abrahami u bekua. Pra ne jemi bashkë trashëgimtar me Krishtin, këtë që unë sa po nisa që në fillim, në tek Romakët kapitulli 8, vargjet 16 dhe 17. Vetë fryma i dëshmon frymës tonë që jemi bij të Perëndis. Dhe nëse jemi bij, jemi dhe trashëgimtar, si trashëgimtar të Perëndis, është se ashtu edhe bashkë trashëgimtar të Krishtit. Nëse vuajmë bashkë me të, që edhe përlëvdohemi bashkë. Pra, jemi bij të Perëndis, jemi të paralindurit e Zotit. Jemi aq të pasur sa as vetë ne nuk arrim do ta shikojmë. Jemi aq të pasur sa as vetë ne nuk arrim ta kuptojmë. Edhe çfarë bën kjo? Varfëria jonë shpirtërore na bën që ne të kërkojmë kënaqësinë diku gjatë. Duke menduar që vuajtjet tona mishore, fizike, na bëjnë të mendojmë që jemi të varfër. Edhe nuk kemi më asnjë lloj farë shpresë. Por në të vërtetë ne jemi përpara Perëndis me plot bekime. Pra jemi trashëgimtar sipas shpresës për jetë të përjetshme. Çfarë do të thotë kjo? Imagjinoni. Është e vërtetë. Na është premtuar jeta e përjetshme. Edhe neve
tentojmë që ta këmbejmë atë shumë lirë për një tas thjerëzi. Për një pjatë supë. Ne çdo ditë jemi duke ecur, duke mbartur mi vete këtë lloj trashëgimie, edhe është vërtet është goxha e vështirë. Ne përballemi gjithmonë me këtë lloj shprese, edhe me duke u tunduar gjithmonë që ta këmbejmë këtë. Shpesh herë ne mund të themi dhe të mendojmë, u lodha, nuk e dua më. E çka kuptimi pasa për jetëshmëria. Unë po lodha, po vdes me kaq, po më nxirr jeta me kaq, imagjino të jemi përjetshëm, çfarë do të ndodhi me këtë lloj vujtje. Me këtë lloj vujtje ne mendojmë që ta këmbejmë, themi, ma jep atashe nga fjerzat nga barku, edhe të qetëso. Shpesh herë mund t'jetë diçka e momentit, një për të fituar një pozicion, nga gjërat nga më të ndryshme, edhe juve i dini shumë. Shpesh herë njerëzit zgjedhin diçka të momentit mishore, duke menduar që jeta është vetëm kaq, por është akoma më shumë. Pra ne jemi trashëgimtar të mbretërisë të cilin ai ka premtuar. Dhe gjitha këto referenca që ne shikoni Jakobi kapitulli 2 vargu 5, dyta Pjetrit kapitulli 1 vargu 11 son pikërisht këtë gjë. Në atë gjitha gjërat janë të tona. Pra na është dhënë ky lloj privilegji. Keni parë këto filmat, shumë filma që janë bërë që kur të mushësh moshën 18 ose kur të mushësh moshën 20, ti ketë drejt që të tërheqësh fondet nga banka. Nuk e di, keni parë këto lloj filma? Edhe që në momentin edhe kur je pra në të tilla rastesh, edhe këta njerëz mezi presin. Ose kur vet ajo për shembull 12:00, ja, hyri data ime, unë i plotsova moshën, me jep lekat. Edhe të tilla gjërash neve mendojmë që kjo është trashëgimia në jetë. Por në fakt që të kuptojmë edhe që ta kuptojmë plotësinë e trashëgimisë tonë shpirtërore ose atë çfarë Perëndia na ka dhënë, ne duhet kuptojmë që duhet presim. Që kjo jeta do ketë ato vështirësitë e veta, por në fund ne do t'jemi me të vërtet pasur. Unë desha mundohem që të jemi sinqert me ju, mundohem ta kuptoj se sa e rëndësishme është, sa bekim është të jesh në prezencën e Zotit. Por është e pa imagjinueshme, se është përtej çdo imagjinatë tonë. Trashëgimia jon pra është e pakurrëptueshme, e papërlyer, që nuk zhduket dhe është rezervuar në paradis. Por ne shpeshherë nuk e presim. Nuk na pëlqen të presim kaq shumë. Sepse neve shikojmë me syrin tonë fizik dhe na bën që të harrojmë të shikojmë në fund, për të pritur deri në fund të tunelit, ose të shikojmë dritën që na pret. Ne duam tani. Ne duam që të kënaqemi tani. Por imagjinoni, e dini çfarë? Nëse neve do me këtë mendje që kemi sot, po flas. Sepse të imagjinuarit dhe të kuptuarit ton do të jetë përtej çdo imagjinate dhe të kuptueshme që ne arrim të kuptojmë sot. Nuk e di, bëri kuptim kjo që po thash. Sepse Pali thot tek Filipianët, thot kur të vim përpara Perëndisë, kjo është gjëja e parë. Çdo gjuhë do ta shpallej që Jezu Krishti është Zot. Çdo gjuhë do të përpullet përpara Perëndisë. Që do të thotë çfarë? Që atëherë neve kemi arritur plotësinë e të kuptuarit, edhe të shikosh madhështinë e Zotit, shenjtërinë e Zotit,
kaq hapur, atëherë ne nuk do kërkojmë ndonjë gjë tjetër. Por le të themi nëse Zoti do na jepte këtë lloj privilegji për të na dhënë trashëgimin, ne sot do ta shpërdorom. Do të ishim si ai djali planfrishës që mori të gjithë pasurinë e tij dhe e shpërdoron. Ndaj dhe Perëndia na kërkon, na jep neve le të themi kohën për ne që të maturohemi dhe ta kuptojmë. Pyetje, apo bëjmë ne një pazar pa fitim, pra të keq? Se këtë është në jeta jonë, përditshmëria jonë, është një lloj sfide. Zgjidhni merrni ndonjë orë ose ndonjë diçka tjetër, ku ta diun, gjëra të ndryshme pra, që janë marrë, që janë të firmës dhe i merrni goxha lirë. Edhe thosh, ndjeheni aq shumë të kënaqur, shiko çfarë pazari të mirë bëra. Shoh sa mirë, shoh sa shumë fiton. Imagjino, ti po shet origjinalitetin tënd, po shet trashëgimin tënde me diçka të lirë, të shkosh me dikë tjetër, të prishësh familje, të shesësh, të prishësh pasurinë tënde, lekët tua dhe mos kujdesesh për familjen, është mëkat. Të dëmtosh trupin tënd në droga të ndryshme. Përsëri dhe kjo është mëkat. Edhe për çfarë? Për atë kënaqësi në moment. Edhe por duhet të kuptojmë, ne vëllezër e motra jemi origjinal, jemi firmë origjinale, edhe çmimi jon nuk është i papagueshëm punën tonë, sepse Zoti e pagoi atë me gjakun e tij. Këtë gjë neve duhet ta kuptojmë në mënyrë që të jemi në rregull me Perëndin. Pra, si e shesim ne parabirnin ton, duke u dorëzuar në kënaqësitë e momentit, të dëshirosh gjërat e botës, të ndjekësh dëshirat e mishit në vend ato të shpirtërore, Galatasit 16 deri 26 të kapitulli 5, gjithë dëshirat e mishit. Si të mund të mbahemi ne tek e drejta trashëgimisë o parabirnisë? Të kërkojmë shenjë të ri, të kemi kujdes që mos të bjem nga hiri i Perëndisë, të ushtrojmë disiplinë dhe perëndishmërinë në jetën. Kto janë gjëra të rëndësishme që ne duhet i kemi parasysh në jetën tonë si të krishterë. Esau bëri gabimin, si konkluzion pra, që zhvlerësoi, nuk i dha vlerën që meritonte e të qenit birë, trashëgimtar i Zotit. Duke dhënë mbas dëshirës së mishit, duke menduar që në momentin që ti ngopesh, mendon që je i plotësuar. E thënë drejtën, shpeshherë unë kur vjen koha e ushqimit, unë bëhem veçanërshtës. Edhe e kuptoj shumë mirë këtë. Por ne duhet ta praktikojmë këtë lloj disipline që ne duhet të jemi të kujdesshëm me çfarë i këmbejmë, me çfarë e këmbejmë trashëgimin tonë, pasurinë tonë që neve kemi në qiell, jetën tonë të përjetshme që kemi në qiell. Shumë njerëz sot tërhiqen. Oh, ç'a fitimi po më sjell mua krishterimi. Kanë qenë njerëz që kanë shkuar për 20 vjet, për 30 vjet, për 50 vjet, janë bërë krishterë. Kanë rritur familjen e gjitha me radhë, ç'a më ka dhënë që vetëm lodhje, vetëm vujtje, vetëm dhe i kita shiroj gjë. Po atë çfarë ti limitohesh më shumë të kesh, atë dëshiron, por ajo është diçka momentane. Pra duke u dhënë mas dëshirave të mishit, Esau, pra, ne mund të bëjmë të njëjtin gabim, mos të vlerësojmë vlerën e trashëgimisë të Krishtit, duke dhënë në mashtrimin e kënaqësisë momentale të mishit. Nëse nuk jemi të kujdesshëm, pra, koha do të vijë kur është shumë vonë, nuk ka rëndësi se sa lot dhe vuajtje sa do të çajmë, sa lot do mund të derdhin,
por do t'jetë shumë vonë për të ndryshuar mendjen e Perëndisë. Pra që Zotit na falin. Do të vi momenti para gjykimit kur neve mendja jon të hapet edhe ta pranojmë që Zoti është, Krishti është Zot, por atëherë s'ka vonë, s'ka më kohë. Ai është gjykatësi ynë. Kjo është arsyeja që ne kemi nevojë i kushtojmë vëmendje paralajmërimeve të tilla të dhëna nga apostulli parë. Dhe ta mbyllim me këtë pasazh, dhe duke qenë bashkëpunëtor të tij, thot Pali, ju këshillojmë të mos e pranoni më kot hirin e Perëndisë, sepse ai thot, në kohë të pëlqyer unë do dëgjova dhe në ditë të shpëtimit të ndihmova. Ja pra kohë e pëlqyer, ja pra dita e shpëtimit, është sot. Kur ne vim sot, ne kemi këtë lloj privilegji, këtë lloj bekimi që të dëgjojmë fjalën e Perëndisë edhe të vi me hirin për të falur, për të quajtur i paralindur i Perëndisë. Çfarë do të bëjmë ne? Kjo është në dorën e gjithë secilit. A je ti, a jam unë në rrezik ta shes para birnin time si krishter shumë lirë,